Mirdita. Libri Kuq, Albanian Files, me parathanje të Edi Ramës, është libri me të cilin Edi Rama fakton shqiptarëve dhe botës se konsideron Shqipëri një çiflik të tij, e para, e dyta, se këtë çiflik ja ka dhënë për zhvillim karteleve të drogës, baronëve të drogës, organizatave kriminale shqiptare dhe ndërkombëtare. Libri Dosja shqiptare, libri Kuq, është aktakuza më e rëndë ndaj një kryeministri apo presidenti Republike, ndaj një diktatori të çdo lloji diktature qoftë ai, që dëshmon se ky njeri nuk njeh kushtetut, nuk njeh ligje, kombëtare as ndërkombëtare, se për këtë njeri një lloj si për sultante shekujve më parë, që kishin ligj themelor të prendorisë tyre, toka, ajri dhe uji janë pronë e prendorit. Ato u jipen me leasing qytetarëve për mirëqenie. Edhe për Edi Ramën, zonat më panoramike të brigjeve të detrave dhe liqejve të Shqipërisë, të kodrave dhe maleve të vendit, janë pronë e tij që u jipen për zhvillim trafikantëve kriminal të urryer. Dëshmit janë flagrante. Ju i keni pasë se si në jug, banorët në brigjet e vendit po shpërngulen pothuaj manu militari, po emigrojnë dhe largohen. Nga kriminal trafikant të egër që u shkojnë me strajca, me thas, me para, ja u blejnë parat dhe i nisin nga trojët e tyre, ja u blejnë tokat dhe i nisin nga trojët e tyre. Një qëllim të tillë ndaj shqiptarëve nuk ka mbajtur asnjë pushtues në histori. Tentakulat e mafjes të rrezikshme që po rrafshon kodra dhe po zhbin çdo gjë në jug, de facto po popullojnë me forcën e narkoeurove brigjet e Shqipërisë. Duhet të rikujtoj këtu ju, përfaqësuesve të mediave dhe të gjithë shqiptarëve,
Cili ka qenë projekti i qeverisë më pashme për Bregun? Qeveria më pashme tregoj një kujdes shumë të veçantë për Bregun dhe zhvillimin e turizmit. Për këtë qëllim, përveç ndërtimit infrastrukturës në të gjithë Bregun, ajo mori një kompani britanike të famshme, të shquar, e cila studioi Bregun në të gjithë gjatësinë e tij. Dhe kjo kompani, që ta dini ju, përcaktoj me studimin e saj, zonat ku nuk mund të ndërtohej. Zonat në të cilat për 1, 2, 3, 4 arsye nuk duhet ndërtohej. Nuk përcaktoj zonat ku duhet ndërtohej. Kjo kompani, pasi përcaktoj zonat ku nuk duhet ndërtohej, së bashku me qeverinë shqiptare, zhvillimin e Bregut ja u besoi autoriteteve lokale të Bregut. Mbi këtë bazë, kryetari Bashkisë Simars, Vasil Bollano, i cili ishte një gardian i pa korruptuar i interesave të banorëve të Bregut. Mori një kompani greke për të bërë tashmë planet e zhvillimit të komuniteteve, nga komunitetet, se cila zonë. Unë ju them ju se ajo kompani bëri një punë të shkëlqyer. Dhe në qoftë se ajo kompani, thamë dhe njëherë, do zbatoj projekti saj, shqiptarët do kishin sot një Breg krejt tjetër. Nuk do ishte asnjë nga batërdit dhe krimet e tmerrshme mjedisore të kryera në Bregun e Detit në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Edi Rama me të ardhur në pushtet e përmbysi si studimin britanik, dhe unë njerëzisht ju kërkoj ju të bëni check-up në arkiva dhe ta gjeni, se ka pas një incident shumë të madh në atë kohë. Ju kujtohet ju kur falanga të krimit të Partisë Socialiste dhe Rion Velis arritën me shpifjet e tyre, trillimet e tyre, arritën të publikojnë, të fabrikojnë një raport gjoja të pavarur, të një ekspertit pavarur të bankës, në të cilat përpiqeshin të implikonin për korrupsion qeverinë shqiptare. Në një kohë kur qeveria kishte zbatuar me rigorozitet absolut memorandumin e firmosur me Bankën Botërore. Por, si kujtohet ose hapni arkivat, pas një përballje
të fortë midis qeverisë dhe bankës. Banka Botërore dërgoi këtu zëvendës presidentin e saj, Hiru, Filip de Hiru, i cili kërkoi falje publike dhe ndjesë publike qeverisë shqiptare për akuzat pa bazat të lëshuar në atë raport të fabrikuara të gjitha në kuzhinë e George Sorosit dhe Edi Ramës në Tiranë. Po kjo është midis tjerash, megjithatë duhet bëni një check-up. Çfarë bëri Edi Rama me këto plane? Edi Rama në vitin 2014 i përmbysi këto dhe kaloi në planin e integruar të zhvillimit të Bregut, në planin e masakrimit të Bregut. Njeriu që kur erdhi në pushtet tha se na ka dal një farë gjoni, duke aluduar se ishte një mirditor ose laçian, dhe na është bërë me 60.000 hektar tokë, duke dëshmuar ignorancën e tij të plot, totale. Se emri Gjon është sa i përdorur në Mirdit edhe në Labri, edhe në Çamërin pjesën ortodokse. Dhe ato në fakt ishin prona të herojit legjendar të revolucionit grek, pasardhësve të Marko Boçarit. Që ky thoshte na doli Gjoni që s'ka pa kur det me sy. Në fakt, tani vërsuli drejt Bregut çdo trafikant shqiptar, trafikant të gjitha krahinave bashkohuni për të shqyer Bregun e Detit. Kjo ndodhi. Ja u them unë. Kjo ndodhi. Dhe libri i Kuq është dëshmia më autentike e dorëzimit të themit të Shqipërisë panoramike, ta quajmë kështu në mënyrë arbitrare, në duart e trafikantëve dhe mafjes shqiptare. Kjo është e vërteta. Dhe ky libër shton probleme shumë madhore, kriminale. Së pari, kush është personi që ka porositur dhe paguar projektin? Cilat janë dokumentat e pronësisë në atë zonë? Sa janë paguar studiot për projekte dhe si janë paguar? Me banka apo me thas dhe strajca? I bëj thirrje Interpolit, Europolit, Eurojust, të hetoj këto pagesa për të kuptuar shtrirjen e të mërshme të tentakulave të narkoshtetit shqiptar. $523 projekte për to janë paguar minimumi nga 1.5 në 2 miliard euro. Por, përveç këtyre, libri Kuqi e Edi Ramës, dosja sekrete shqiptare, ka dhe pronat e grabitura nga Edi Rama apo vllai i tij dhe nëna e tij e ndjerë. Në librin e Kuq, kanjoni i gjipes me mbrojtje të shkallës më të lartë,
njërin nga 20 kanjonet më të çmuara në planet, i kanë vu Samarin sipër. Hotelin e Edi Rams, që kalon nga njëri breg në bregun tjetër. Dhe që ka patur psin të më padis, kur unë e paraqita këtu para jush një vit e gjysmë më parë, dhe që tregonte dhe se ky arkitekti Mas, mos gaboj, Mas, quhet Dutch, ky holandezi, ishte aty, mbase dikush e kishte kompozuar fotografinë dhe ai mund mos, po unë paraqita atë foto, aty nuk është risia se ishte Masi në plazhin e GPS, risia është se ishte hoteli vendosur, kalonte si Samar nga një breg në bregun tjetër të kanjonit. Dhe tani që ai ka çuar në gjyq, tani del libri i kuq që fakton atë që unë kam paraqit para publikut. Pra, të dashur miq, ky libër përbën dosjen më kriminale në historinë e Shqipërisë të 35 viteve të fundit. Përshëndes dërgimin e tij në SPAK nga përfaqësues të protestës, i garantoj se Partia Demokratike po e studion dhe do paraqes akt padin tjetër po për këtë libër në SPAK, dhe kjo dhe njëherë për ne konsiderohet dosja më kriminale. Së dyti, duhet u informoj se qindra mijëra euro po shpenzohen në për korridoret, ju lutem shifni pak këtu, ç'po ndodh brenda ndërtesë kryeministrisë. Sultani i Kuq po vendos ngjyra haremin kryeministri. Po, këto janë tipike ngjyrat e haremeve. Dënoj me forcën më të madhe vendosjen e këtyre ngjyrave në hollët e kryeministrisë. Urdhoni, sa kushtojnë e sa s'kushtojnë. Këto ngjyra janë ose të haremeve, ose të kinemave të seksit në Pigalle. Atje i kam pa unë këto. Po, absolutisht. Ja pra, nga larg, sigurisht nga larg. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCN-TV. Pyetja parë ka lidhje me temën që ju trajtuat në pjesën e parë të konferencës, pikërisht me librin Albanian Files. Cili është elementi që sipas jush ose sipas Partisë Demokratike e ngarkon me përgjegjësi penale kryeministrin Edi Rama tek ai libër, për të cilin ka thënë se nuk është ai autori, por ka bërë vetëm parathënien e tij. Çfarë di Partia Demokratike më shumë rreth kësaj? Dhe pyetja e dytë, ose po marr përgjigjen parë. Së pari, do të them haptas, unë vetëm 2 javë më parë kam marrë vesh ekzistencën e këtij libri. Nuk kisha ndëgjuar kurrë për të.
Dhe vetë autori pranon se e ka zhvilluar në mënyrë sekrete, ndaj e ka quajtur dosja, duke duke krahasuar me dosjen e sigurimit të shtetit. I kupto tani? Pra e them unë që kjo ngjarje nuk është regjistruar në Makondon e Garcia Marquesit. Ne po e studiojmë këtë se kjo është, thash, dosja më kriminale. Ato projekte janë të gjitha të porositura me udhëzimin, orientimin e Edi Rams. Ato projekte janë të miratuara nga Edi Rama. Se nuk ka studion botë që të vi dhe të nglediset duke bërë një hotel mbi kanjonin e Gjipes, pse i shkrepin mendja ati. Kuj do t'ja thotë Edi Rama këto? Ndaj dhe ai nuk shpëton nga kjo. Kjo është Shqipëria çiflik i Edi Rams, i dorëzuar totalisht mafjes së drogës dhe organizatave kriminale për ndërtim, për zhvillim, për larje parash, kjo është e gjithë. Nuk ka histori tjetër këtu. Pak javë më përpara, ju në një konferencë deklaruat se për demokratët nuk do të ketë verë, pushime vere në thonjza, po them, pasi do t'jenë në aksion. Ndërkohë që protesta e qytetarëve këto 35 ditë në një farë mënyre pezulloi planin ose programin e PD-s për këtë. Pyetja ime është, a do të ketë Partia Demokratike protest tjetër në këtë verë, po them, ose në vijim, dhe do të ndryshoni strategji për mënyrën se si do t'i bëni këto protesta, apo si edhe më parë? Zoti Kume, qëndrimi ynë ndaj protestës po i ripërsëris, ka qenë. Protestën nuk është e jona. Nuk bëjmë asë një përpjekje në mënyrë absolute për ta akaparuar atë, as për ta përqa. Marrim pjesë në protest me të gjithë mundësitë tona, me antarë dhe mbështetës, pa asnjë simbol partjak, thjesht si qytetar. Dhe kjo është të vërtet. Kanë marrë pjesë në tërësi deputetet, por si qytetar, kanë marrë pjesë me qindra dhe mijëra si pas rastit antarë dhe mbështetës tanë. Kjo protest është mbështetur në mënyrën më të fuqishme për 5 pikat e saj. 5 pikat e saj. Ato, lexoni, kanë qenë pika që ne i kemi mbrojtur me protesta në parlament dhe kudo. Dhe ne i mbrojmë. Nuk kemi thirrë protest tjetër. Jo, pikërisht për të mos bërë, për të mos shpërqendruar vëmendjen, interesin për këtë protest madhështore të qytetarëve. Nuk jemi dakord, kurse si me ndonjë slogan, por nuk kemi hapur polemik. Jo. Jo dhe jo. Kemi vendosur të marrim pjesë pa hap polemik, sepse nuk duam të shpërqendrohet nga asgjë nga protesta. Nuk ka patur në 30 që nga viti 90. Kjo është proteste e dytë më madhështore qytetare që ka njohur Shqipëria. Njohu edhe një tjetër, protesten për armë kimike, edhe ajo e jashtëzakonshme ishte në tërësi proteste gjimnazistëve, siç e dini. Kështu që ne
mbështesim protestën, i përmbahemi këtij qëndrimi në vazhdim. Çfarë do bëjmë ne tani se këtë drejt po? Kuvendi i Partisë Demokratike, pas ka ngel kjo duhet zëvendësuesi për ripërtritje. Po. Shpalli moton ripërtritje. I garantoi demokratët, mbështetësit e Partisë Demokratike, se ripërtritja është dhe do mbetet drejtim themelor i kësaj partije. Ne kemi vlera shumë të çmuara në gjirin tonë dhe do i promovojmë ato me vendosmëri. Partia Demokratike ka deklaruar organizimin dhe modernizimin e saj si veprimtari kryesore. Siç ju kam informuar, me Instituti Republikan Amerikan ka përgatitur për ne një platformë të shkëlqyer, e cila do zbërthehet në të gjitha nivelet e partisë për organizimin dhe modernizimin e partisë. Së treti, me 2 fondacionet më të famshme të qendrës së djathtë në botë, Konrad Adenauer dhe Heritage, ne kemi përgatitur vizionin e Partisë Demokratike. Pra, siç e shef, nuk mund të ketë pushime për këtë parti, ka betejë, ka punë dhe vetëm punë. Cila do të jetë marrëdhënia e Partisë Demokratike me Parlamentin? A do të vazhdojë bojkoti parlamentar me kushtin e shqyrtimit të 5 kërkesave të protestuesve? Nuk kemi bojkotuar parlamentin. Kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokoj paraqitjen në parlament të amandamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësues të protestës. Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës. Kjo është arsyeja dhe ky është qëndrimi. Të vendos kryesia, ti paraqesim, ti diskutojmë, është një detyrimi më minimal i parlamentit ndaj publikut, ndaj shqiptarëve dhe shqiptarëve në protestë. Zoti Berisha, të ndalemi pak te 2 fundet e 2 përgjigjeve tuaja, te ripërtëritja dhe te vendimet e kryesisë. Kur do të mbarojë ripërtëritja e Partisë Demokratike, që do të mblidhet kryesia e re me sekretariatin dhe keni menduar ju për ekipin e ri drejtues që do të jetë në krye të Partisë Demokratike? Javën tjetër, në fillim e javës tjetër, do bëhet mbledhja e Këshillit Kombëtar për të finalizuar të gjithë organigramen e organeve drejtuese të Partisë Demokratike. Javën tjetër. Ju garantoj se dhe shpreh besim të madh se Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike do të i përmbahet me vendosmëri motos së kuvendit ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Zoti Berisha, në procesin e ripërtëritjes, çfarë kriterësh merren parasysh për promovimin e antarëve të rinj apo personazheve? Për shembull, rezultatet e 11 majit janë një prej tyre? Janë dhe ato një prej tyre, por janë komplekse. Janë komplekse kriteret.
janë tani, t'u them të vërtetën, në Partitë Demokratike ka, ja u kam thënë, po ju ka personalitetet të shquara. Ju garantoj ka për i tyre me reputacion ndërkombëtar në fushën e vetë. Ka pena nga më të fuqishmet në publicistik sot. Urdhë? Ja, përkundër kanë spikatur ata. Ata janë të spikatur. Por duhet marrin vendet që meritojnë në parti. Partia duhet të ripërtrihet me individ të tillë. Ka njerëz të ekselencës gjatë gjithë flurudhës tyre akademike. Ka shumë njerëz në parti, unë ja u kam thënë dhe herë tjera, po ju e keni ndëgjuar ndoshta me skepticizëm. Tashti është koha to show up. Ti promovojmë ata dhe të paraqiten. Ripërtritja është ligji i pandryshueshëm, nuk i mohohet askujt asnjë kontribut. Por thirrja e përgjithshme e antarësisë Partisë Demokratike dhe mbështetësve saj është që kjo parti t'i përmbahet kësaj motoje. Ju falënderoj.